i besh shala, baba i besh si që qunim në atë kohë, pas 6 mujve, për shkak të asaj dhimbte që kishte familja, ishte akmer dhe e kishte vrarë me dispeje në vitin 1942. Paqa, me pseudonimin Paqa i Groshdecit, sepse ai ishte një qetnik famkeq në atë kohë, si që përshkruajnë familjarët tonë. Edhe ai nuk ka mujtë mi përballu asaj, domethënë provokimeve edhe disa fjalëve të rënda që kishte thonë në atë kohë në gjuhën e tyne, e kishte vrarë, domethënë në lokal. Ka qenë edhe Migja Fazli i Beshala, i cili kishte torturuar qast maja, sa që nuk kishin kërsy as syt ku ja kishin thërë me majat briskut. Jam pjesë e familjes e Ali Ibrahimëve, siç na quajnë në fshatin Logj, një familje që në të gjitha periudhat dhe etapat në të cilën kanë kaluar shqiptarët e Kosovës, kemi qenë pjesë të gjitha proceseve dhe nuk kemi nda kurrë aktiviteteve për të mirën e Kosovës. Duke filluar që nga koha fashizmit, në atë kohë ku ju kemi bashkangjit luftës nacionale shqiptare, dhe në vitin 1942, shkijet lokal në atë kohë që ishin të Gorazhdecit, por edhe që kishin pushtetin, nuk na shishin si familje në sytë e mirë, dhe kështu që mendimin e fashizmit e kishin pushkatuar Ali Ibrahimin, parin ton, të cilin e kishim edhe zotin e shtëpisë. Por i besh shala, baba i besh si që qunim në atë kohë, pas 6 mujve, për shkak të asaj dhimbte që kishte familja, ishte akmer dhe e kishte vrarë me dispeje në vitin 1942. Paqa, me pseudonimin Paqa i Groshdecit, sepse ai ishte një qetnik famkeq në atë kohë, si që përshkruajnë familjarët tonë. Po kjo nuk u ndal edhe pas luftës së dytë botërore, sepse gjyshi ja zëqirë Shala, si i akuzuar për veprimtari armiqësore kundër Jugosllavisë, ishte pushkatuar me 20 gosht të vitit 1945, nga Ozna, nga sigurimi shtetënor Jugoslavia atëhershëm, ashtu quajtur Ozna. Po në atë vet ishin pushkatuar edhe 2 bashkëfshatarë tonë, ishte Zek Binak Murina dhe Recep Veseli. Megjithatë, periudhat në të cilat kaloi ke populli shqiptar në atë kohë ishte edhe periudha e utkupit, siç është quajt. Familja jonë edhe atëherë kishte pas një ngarkesë të cilën e kisha ngarkuar atëherë pushteti atëhershëm famkeq, duke ja marrë gjitha drithrat, bagtin, dhe i kishin lënë domethënë gjendje të njohshme në atë kohë. Vjen edhe koha e Rankovicit, që është quajtur vitet 56, atëherë kur Ramadan Shala, Bacadan, siç e quajmë ne, ishte gjimnazist në atë kohë. Edhe ishte një djalë shumë i zgjuar, një djalë shumë i fortë, patriot i madh, edhe si gjimnazist që ishte në sytë e pushtetit atëhershëm, edhe mund ta kishte fatin e gjyshit. Në atë kohë arriti që të ikë dhe të vendoset në Shqipëri. Edhe aktiviteti i tij për çështjen kombëtare nuk u ndal deri në flimin, domethënë në vdekjen e tij që kishte ndodhur mas lufte. Po, mas disa viteve, kishte ikur edhe Adem Nezir Shala në atë kohë, një kushëri joni, ndërsa vinë edhe vitet 60-ta, ku fshati edhe bashkëtarët, edhe familja jonë, ishte pjesë edhe disa proceseve tjera, siç ishte koha e flamurit, për të drejtën të cilën kishin bërë demonstrata të mëdha dhe kishin bërë lëvizje të ndryshme, dhe në atë kohë pjesë e atij grupi ishte edhe Avdyl Shala, Bacadyl, siç e qunim, bashkë me Zec Shalën, Veseler Gjepin, Xhemal Shalën edhe Ukshin Shalën, ku Bacadyl me Zecën edhe Veselin ishin dënuar me vite të rënda burg, ndërsa në gjykatë Xhemali dhe Ukshini ishin liru. Po kjo kohë ishte pak, për familjen tonë ishte pak më aron, po në atë kohë nuk isha i lindun, po si që këmnit të parë tonë, që na kanë përcjell, domethënë në bazë të vujtjeve që kanë pas dhe krenarin që kanë treguar për çështjen kombëtare, kishte ardhur edhe vitin 1971, ku në Agjioni, Magjon Shala, Bacaxhon siç i thojmë, kishte shkuar për punësim në Gjermani në atë kohë, dhe duke punuar me si gjithë shqiptarët që kishin shkuar për nevojat e tyre,
në një lokal ku ishte edhe lobi shqiptar kurrente, ishte provokuar jo vetëm ai, por edhe të tjerët nga një serb qetnik i Kroacisë të ateshme, i Kninit, i Krajinës Kninit, bazë të informatave që kemi, edhe ai nuk ka mujtë mi përballu asaj, domethënë provokimeve edhe disa fjalëve të rënda që kishte thonë atë kohë në gjuhën e tyne, e kishte vrarë, domethënë në lokal, dhe ishte thënë drejtën shakmarrë për të kaluarën e familjes në atë kohë. Edhe ishte dënuar disa ditë se për shkak të vëmbrojtjes që kishin cilësuar gjermanët në atë kohë dhe me ndihmën e madhe që kishte bëu lobi shqiptar amerikan, shqiptar në atë kohë në Gjermani, i kishin ndihmuar edhe me mjete tjera, domethënë me vizita, me ushqim, me sanë tjera për ta. Por Maxhon Shala nuk ishte nal me atë. Në vitet 85 dhe në vitet 90 kishte punuar zbashku me Skënder Qekun, heroi Kosovës tani që është, në armatimin që kishin pru për ilegalin atë kohë se ishin shofer autobusi në Zvicër duke punu dhe kishin pru në Kosovë për të mirën, domethënë të këtyre grupave që mendojshin për shlirimin e vendit. Po Maxhon në atë kohë që ka jetuar në Henin në Gjermanisë, i frymëzuar edhe nga kalumja e rëndë që kishim kalu, po edhe të një vetën një krenari për kombëtare që kishte, nuk ka mujt të adoroj, domethënë atë serbin atë kohë, dhe e ka vrarë domethënë në moment ku është provokuar dhe ku është sulmu për ti. Mas 4 muajve është cilësue vepra e tij si vetmbrojtje, po mendimin e lobit shqiptar në atë kohë, që kanë pas domethënë dikim edhe kanë mbledh fonde, është liru. Pa ai nuk u ndal me veprimtarinë e vet patriotike, domethënë vitet 85-90 është zbashku me Skënder Qekun kanë pru armatim nga diaspora në lidhje, kanë qenë lidhje edhe me Xhavit Halitin edhe me të tjerë, edhe për grupet ilegale në atë kohë që kanë vepruar për të mirën e vendit, Kosovës. Po vitet 81 edhe familja jone kishte disa studenta në atë kohë, po kishin kalu, nuk kishin burgos po vitet 90 ku Muhamet Shala, një pjesë e familjes tonë që ishte drejtor shkolle në atë kohë, dhe për shkak të përdorimit të vulave të Republikës Kosovës në atë kohë, që ishte si drejtor, ishte arrestu dhe ishte majtur 40 ditë duke torturu në mënyrën më mizore për pushtuesit serb që ishte. Kjo nuk ndalet vetëm me Muhametin, vazhdon edhe me të tjerët, siç ishte rasti me Enver Avdyl Shalën, tek Mehmet Shalën, të dy të familjes që ishin arrestu, po atë ditë jom torturu edhe unë dhe jom majt një orë në tokë të lagët afër qenit, ashtu gjatë bastisjes së shtëpisë së Bazdyl Avdyl Shalës. Masandaj është torturu edhe është rrënë në vitumric të 5 punkti Nezbedin Halit Shala, domethënë pjesë e familjes tonë që ishte, dhe i fundit që është torturu në atë kohë për familjes gjatë viteve ka qenë edhe Migja Fazli Ibe Shala, i cili kishte torturuar qast maja, sa që nuk ishi kërsy as syt ku ja kishin thërë me majet briskut.